Në përfunduar punimet për rikonstruksionin e rrugëve të brendshme të lagjes nr. 1 në qytetin e Roskovecit, projekti financuar nga fondet e buxhetit lokal. Kryetarja e Bashkisë Roskovec Majlinda Bufi së bashku me nënkryetarin Maksim Goga pan nga afër përfundimin e procesit të rindërtimit me standarde të reja të rrugëve të brendshme në lagjen e ish-SMT-s. Kryebashkiakja Majlinda Bufi është shprehur për televizionin Apollon se Bashkia Roskovec ka përfunduar një nga investimet më të rëndësishme të infrastrukturës së brendshme rrugore të qytetit. Sipas saj, rikonstruksioni i rrugëve të brendshme përbën një ndërhyrje të thellë infrastrukturore realizuar sipas standardeve bashkëkohore, që pritet të përmirësojë ndjeshëm jetën e komunitetit dhe qarkullimin urban për banorët. Ishin rrugët me gropa, ishin shumë keq, ishin një hall nuk kaloje dot fare. Tani është bërë shumë mirë. Ishte mirë tash me mirë akoma, asfalt, banë s'ka kemë as në lyë, ikim rehat, në rajnë partia qeveria. Na krijon lehtësira, vem në për institucionet, i kryejmë nevojat shpejt e shpejt, se deri dje ishim në Baltët, kanalizimet e ujit zeza në berë, të gjitha në berë. Banorët e lagjes nr. 1 në Roskovec theksojnë se zbatimi i këtij projekti i ka dhënë fund problematikave të vjetra të infrastrukturës në zonën ku jetojnë. Sipas tyre, ndërtimi i infrastrukturës nëntoksore dhe mbitoksore, sistemi i kanalizimeve të ujrave të bardha, ndërtimi i trotuareve dhe gjelbërimi janë investime të rëndësishme të cilat tashmë duhet të pasohen edhe me ndriçimin publik. Gjithashtu, banorët janë shprehur se ky investim ka qenë prej kohësh i domosdoshëm dhe se përfundimi i projektit i ka dhënë lagjes nr. 1 një rrjet rrugor të brendshëm të sigurt, funksional dhe afatgjat, duke i dhënë njëkohësisht qytetit një pamje më moderne dhe më të aksesueshme. Këtu jemi në segmentet e rrugëve, rrugicat e shkurtra të lagjes nr. 1 ose të bllokut të ish-SMT-s në Roskovec, ku siç e shikoni ka përfunduar sistemimi i rrugicave i këtyre segmenteve me asfalt dhe me trotuare, padyshim që ka disa element që duhen plotësuar në lidhje me ndriçimin, padyshim me mirëmbajtjen apo me mbjelljen e pemëve, të cilat do të realizohen nga bashkia me agjencinë e bashkisë, me punëtorët e bashkisë, por në përfundim mund dua të them që kjo është një punë e kryer, një punë e përfunduar, asfaltimi i këtyre rrugëve, si rezultat i prokurimit dhe i një kontrate të realizuar nga të ardhurat e bashkisë, dhe si një nevojë që ishte nga banorët për të sistemuar këto segmente rrugore. Gjithçka është kryer, besoj brenda atyre kushteve dhe kërkesave të projektit. Janë segmente që u shërbejnë gjithë banorëve, ju e shikoni që kjo është një zonë e banuar me shtëpinë në të dy anët e rrugës, dhe ishte nevojë e cila duhej përmbushur për gjithë banorët në këtë zonë. Ndriçimi është parashikuar? Ndriçimi nuk ishte e parashikuar në këtë kontratë, por megjithatë kjo është detyrë dhe nevojë që do të plotësojë bashkia nga të ardhurat e veta në vijimsi. Rrugët e brendshme të rikonstruktuara pritet të kenë ndikim të drejtë në rritjen e cilësisë së jetës për komunitetin, në përmirësimin e qarkullimit urban, në lidhjen e lagjes me qendrën dhe periferinë, si dhe në lehtësimin e lëvizjes për qytetarët, bizneset dhe shërbimet. Ndërkohë, ky investim konsiderohet edhe një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të qëndrueshëm të qytetit, është shprehur kryetarja e Bashkisë Roskovec, zonja Majlinda Bufi.